Sot është Kurban Bayram, është një festë e cila na kujton edhe njerëzit sa e rëndësishme është falja, sakrifica, ndarja me njerëzit më pak të mundur edhe dhënia një dore për ndihmë në nevojë. Një ditë të cilën unë do doja që të ndaja një mesazh për të qenë të përbashkuar edhe në pranë njëri tjetrit, në ditë të mira edhe në ditë të këqija. Një qytet i përbashkuar është një qytet që lulëzon. Kënaqësinë nga myftinia të përcjellim sot urimet më të përzemta për të gjithë besimtarët. Uroj të gjithë besimtarët musliman dhe të gjithë popullin shqiptar në veçanti një festë të shenjtë që të sjellë paqe, harmoni, begati dhe mbi gjitha solidaritet. Të shënuar të Bajramit, dëshiroj që të uroj gjithë shqiptarët kudo që janë, gjithë besimtarët musliman dhe jo musliman, sepse bashkëtesa fetare në Shqipëri është shumë e theksuar, gëzuar të gjithëve, gëzuar miftiut, stafit miftinisë dhe të gjithë vlonjarëve kudo që janë. Qoftë një vit i mbari, begat për çdo familje. Ditë shënuar të festës së Kurban Bayramit, uroj të gjithë muslimanët, të gjithë shqiptarët, gëzuar, paqe, prosperitet në familjet e tyre dhe sa më shumë begati dhe harmoni me njëri tjetrin për gjithë shqiptarët dhe të gjithë vlonjatët. Të shënuar për të gjithë besimtarët musliman, ku sot shprehet besimi tek Zoti dhe sakrifica për atë besim. Njëkohësisht në këtë ditë nuk ndahen vetëm ato ushqimet apo mishi apo kurbani që bëhet, po ndahet edhe dashuria edhe miqësia me njëri tjetrin. Ju uroj të gjithë besimtarëve musliman kudo që janë, gëzuar këtë festë, të kenë mirësi, dashuri për njëri tjetrin, edhe respekt edhe besim tek Zoti. Faleminderit. Qytetarëve të Vlorës, gjithë qytetarëve të Shqipërisë, gjithë banorëve, përfaqësuesve të komunitetit musliman, gëzuar Bajramin, begatia, paqja dhe harmonia mbretëroft në shtëpitë tuaja, gëzuar dhe Zoti bekoft shqiptarët dhe Shqipërinë. Atëherë të gjithë besimtarëve musliman të qytetit të Vlorës dhe mbar shqiptarëve ju uroj gëzuar Bajramin e Kurbanit. Qoftë kjo ditë një ditë të sakrifice, solidariteti, mirëkuptimi dhe pajtimi mes të gjithë shqiptarëve, pa dallim feje, sepse sot më shumë se kur kemi nevojë që të mirëkuptojmë njëri tjetrin dhe të dimë të ndajmë atë që kemi bashkë me vëllezërit tanë. Edhe një herë gëzuar të gjithëve. Jam me mikun tim, Mifti Arditin, për të kaluar pak kohë në këtë ditë festës të Kurban Bayramit. Vi me kënaqësi për të treguar atë dashurinë që kemi me njëri tjetrin dhe dashurinë që kemi ndërmjet besimeve tona dhe besimtarët tanë, këtë harmoni që kemi. Dhe doja të uroja, gëzuar festën e Kurban Bayramit, të jetë këto festa, të jenë festa me paqe, me gëzime, me lumturi në gjithë familjet shqiptare. Gëzuar, faleminderit. Mifti edhe një herë falenderoj. Vjet gëzuar festën e Kurban Bayramit, qoftë kjo festë e sakrificës, e solidaritetit, e paqes dhe harmonisë, vërtet ashtu siç Zoti e thot atë, gëzuar nga Mot Mifti. Faleminderit. Faleminderit. Dhe Shamria, urojmë gjithë besimtarët musliman, gëzuar festën e Kurban Bayramit, qoftë një vit i mbar dhe i begat, paqja dhe lumturia qoftë pranë tyre dhe në familjet e tyre. Faleminderit. Faleminderit. Jemi sot pranë myftinisë për t'i uruar ditën e shënuar të Bayramit, gëzuar Kurban Bayramin, qoftë një ditë e bekuar për gjithë shqiptarët dhe qytetarët e Vlorës, paqja, harmonia, dashuria mbi zotroft në çdo familje. Mifti, faleminderit dhe mbarësi. Faleminderit.